Gjysma tjetër dihet se ku shkon. Okej. Doja kishnit një replikë dhe pyetja është e thjeshtë. Se duket sikur shoqëria jonë tani që është halli i Ballukut dhe Ramës, nuk dim çfarë bëhet me atë që dyshohet që ka vjedhur. Jo, vetëm një saksim nga pikpamja ligjore. Do me thonë që ndryshosh kushtetutën tuan 93 vota. Nuk i ka sot qeverisja aktuale. Atëherë, ndryshim kushtetutës nuk pritet ketë nëse nuk ka vullnet nga të dy palët. Nuk i arrin numrat edhe me partitë e tjera të vogla që rreshtohen si jashtë koalicioneve, nuk i arrin. Jo 90. Po ti llogaris gjitha dhe alatët tonë, sikur ikën gjitha, kështu që nuk i arrin dot. Tani shtohet problemi tek pjesa e ndryshimeve të tjera me ligje që kërkojnë 3/5, siç janë kodi penal apo kodi procedurës penale ku kërkohet të bëhet ndryshimi ai neni 242 për masa ndaluese, aty ai mundet të sigurojë numrat dhe mund ta bëjë këtë gjë. Kush është problemi ligjor dhe problemi aktual? Masa e sigurimit është kufizimi i lirisë personit, me qenë se jam dhe pedagog i procedurës penale dhe doktor shkenca është pikërisht te kjo gjë. Dhe thot, masa e sigurimit është kufizimi i lirisë së personit me qëllim vënien në dispozicion të organit procedues për një hetim të shpejtë dhe objektiv të çështjes. Pra për një hetim të shpejtë dhe objektiv. Jo thjesht kur ekzekutohet dënimi mbasi ka marrë vendimin formë për. Kontradiktoriteti dhe drejta që ka politika dhe opinioni publik sot është që për të gjithë individët, si për atë që kryen një vjedhje, si për atë që bën një plagosje të lehtë, si për atë që plagosje të lehtë, jo për plagosje të rëndë, si për atë që bën kontrabandë, si për atë që bën shkelje tregore të qarkullimit rrugor, paragraf të parë, jo ato të rëndat me pasoja, ne për gjithë arrest me burg, masën më të rëndë shtrënguese, pra disproporcionaliteti në raport me rrezikshmërinë shoqërore. Këto e kanë thënë edhe të huajt, e kanë thënë dhe institucionet dhe mekanizmat. Dhe themi, mos burg për gjithçka, mos burg, pra që të ketë efektivitetin e vet të dallohet se kush është e rëndë dhe kush është pak më e lehtë dhe kush është mesatarisht e rrezikshme. Ti ndajmë si ne nuk e kemi këtë kriter. Organet tona realisht janë shumë represive. Dhe njerëzve është kriju ideja që masa e sigurimit arrest me burg ka karakter retributiv hakmarrës. Në fakt nuk është kjo. Pra, këtu abuzojnë organet e drejtësisë, kryesisht prokuria, policia që bën ato arrestimet në momentet e para, më pas e konvalidon prokuria, më pas shkon edhe gjykata dhe kemi ato statistika. Tani, çfarë ndodh në debatin real konkret? Ne kemi të përcaktuar të neni 242 të zgjedhurit, ndërkohë që këta duan të shtojnë dhe 2 nën kategori tjera, 3 nën kategori tjera, të fusin dhe ministrin, i cili për shkak të funksionit që ka kushtetuta e barazon me statusin e deputetit, në protokollin e shtetit, ai është përpara tek ligji për statusin e deputetit, është presidenti, kryetari i kuvendit, kryeministri, ministra, deputetët, edhe mënyrën e rreshtimit tyre. Po për shkak këtyre artificave që janë ligje të thjeshta, ai do të ndërhyjë te ligji procedural penal. Te kushtetuta nuk ndërhyn dot nëse nuk duan të dy palët, pra nëse nuk do të PD. Ky quhet hap mbrapa. Tani në aspektin politik ne mund të bëjmë artikulime nga më të ndryshmet. Përveç masës pezulluese, që është është kufizim e para është kufizimi i lirisë personale të personit, çdo lloj mase, ndërsa e para është shtrënguese që ka të bëjë me lirit personale, ndërsa e dyta është ndaluese me vëllimin e tagrave që ti ke për t'i ushtruar. Jeni dakord me Hitën kur thotë që nuk ka hallin e vetes dhe të Ballukut? Ja çfarë po ndodh. Zonja Balluku në rastin konkret ka një kërkesë nga SPAK-u për masën ndaluese, të konvaliduar dhe nga gjykata dhe ka edhe një kërkesë tjetër për arrestimin e saj. Kjo arrestimit hyn tek shtrëngueset, ka karakter ngushtësisht personal dhe nëse ti futesh në burg, automatikisht ndodh si me Velian që ushtron dot as kompetencat. E ke pamundësi fizike objektive. Pra janë dy masa që rrihen në dy nivele ndryshme.